Sot u mbajt seanca e parë e rregullt të Kuvendit Komunal të Ulqinit për këtë vit, ku ishin të parapara 12 pika të rëndësishme për zhvillimin dhe planifikimin lokal, ndër të cilat e para ishte pyetjet dhe përgjigjen nga ana e këshilltarëve komunal. Megjithatë, kryetari i komunës së Ulqinit, Genci Imanbegu, propozoi një pikë shtesë në rendin e ditës, e cili u miratuan nga këshilltarët. Fjala është për një informacion lidhur me zhvillimet në Kuvendin e Malit të Zi, konkretisht për ratifikimin e marrëveshjes për bashkëpunim në fushën e turizmit dhe zhvillimit të pasurive të paluajtshme, të nënshkruara ndërmjet Qeverisë së Malit të Zi dhe Emirateve të Bashkuara Arabe, si dhe për aktivitetet e komunës së Ulqinit në këtë drejtim. Të gjithë subjekteve politike të cilat jemi aktiv në këtë kohën e fundit së bashku, të propozoj pikë të re të rendit të ditës, e cila quhet informacioni lidhur me zhvillimet në Kuvendin e Malit të Zi në lidhje me ratifikimin e marrëveshjes për bashkëpunim në fushën e turizmit dhe zhvillimit të pasurive të paluajtshme ndërmjet Qeverisë së Malit të Zi dhe Emirateve të Bashkuara Arabe dhe aktivitetet e komunës së Ulqinit. Si arsyetim, ju kujtohet ne në 2 raste kemi marrë përfundimet e përbashkëta dhe kjo pikë e rendit ditës nuk ka nevojë të shqyrtohet sot, por ta kemi si pikë e rendit ditës ku do të kemi si kuvend mundësi që të reagojmë dhe të marrim qendrimet ose të përforcojmë qendrimet e përbashkëta rreth një çështje e cila ka bashkuar komunën tonë, por ka bërë shumë ndarje në skenën e Malit të Zi. Vetëm sa një përkujtim të lehtë ose të shpejtë, Kuvendin e fundit e kemi mbajtur me 27 mars, ditën e Ulqinit e kemi shpenzuar në protest, aktivitetet e shumta kemi pas përkrahje të mëdha edhe institucionale, ju përkujtoj vizitën e kryetarit të shtetit Milatović, aktivitetet e deputetëve tanë, e sektorit jo qeveritar, në Kuvendin e Malit të Zi në 2 raste, dhe të gjithë aktivitetet të cilat Qeveria Spajq është duke zhvilluar, kërkon nga ne që këtë pikë të shqyrtojmë dhe jam i sigurt që kjo pikë si rendit ditës, e cila ditëve në vazhdim duhet të shqyrtohet, do të jetë hapi i nevojshëm i komunitetit ton ndaj intencave qeveritare për të bërë diçka që është për ne e papranueshme. Ky propozim i kryetarit u miratua nga këshilltarët, sa i përket pikës së parë të rendit të ditës, shumica e këshilltarëve shprehën ankesë që vite me radh nuk fitojnë përgjigje në pyetjet e tyre nga sekretariatet kompetente. Një ndër pyetjet e këshilltarit Arben Tafa ishte në lidhje me punimet në rrugët e Ulqinit dhe afrimit të sezonit turistik. Ai shprehu shqetësimin që ndoshta jemi vonë, gjithashtu pyetje edhe për depunin në hyrje të Malit të Bardh. Kryetari i komunës së Ulqinit u përgjigj duke cekur që për shkaqe të motit ka ardhur deri te vonesa e përfundimit të punimeve dhe që pritet së shpejti të përfundohen. Rrugët, masi që janë në prag sezonit turistik, sekretariatit për investime kishte me pas qef me më dhënë përgjigje kur do të kryhen, sepse sezoni është afër, një maj është afër, aktivitetet fillojnë, nëse pasqyra pare jona do të jetë kjo, me rrugë të zhgatruara, atëherë çfarë sezone presin. Nëse e marrim parasysh edhe të gjitha këto debatet që i kena pas në lidhje me marrëveshjen që është nënshkruar në pushtet, pa më duket edhe ky disponim ishte transferuar edhe në mbledhjen e sotme, domethënë si gjithë jena si me pas ditë zije, edhe pse ashtu duhet të jetë, si thotë. Por, domethënë kisha me pas qef të dim një farë date që të përgatiten aspaku deri në gjysmë majit ato rrugë të janë të rregulluara. Po sërish edhe aty ke ujësjellsi, ku është bërë një grop shumë e madhe, ku ata që nuk e dinë rrugën mundin edhe të dëmtohen fizikisht. Domethënë aty të reagohet sa më shpejt. Domethënë se për ditë kale aty duhet me reagu sa më parë. Pyetja dytë, nuk di se cili sekretariat ja takon, ai është për mund të jetë drejtuara kryetarit komunës në këtë rast, ishte për deponin e cila unë e thas deponia Mozhura 2, që është në pjesën e hyrjes në Mal Bardh. Unë e kam pasur ish pastru, por tash 2 herë kena zjarr që vojet në ato vende. Bëhet djegja e gomave aty edhe në pjesën lart ku ish ndërmarrja
nalt, kena pas tash shpejt edhe një zjarr. A do të mbyllet, turistët të gjithë kalojnë asaj rrugë, GPS-i i çon nëpër asaj se ish rrugë më e shkurtë, a ka mundësi të mbyllet, të vuhet një paravan që mos të shihet se çka ka aty, ose çka ish më mirë si mos të bëm reagimin e qytetarëve të asaj zone të bëm ndonjë protestë që të mbyllet ajo spakut kur të jetë edhe sezoni turistik, se ish pasqyrë shumë më keqe për ne. Sa i takon asfaltimeve, ne asfaltimet kemi pas premtim që do të fillojnë nga 15 marsi. Gjithë ekipi kemi ba presion në ndërmarrjen e cila është duke zhvillu punimet në të zonat në qytet, qoftë zona urbane, qoftë plasma dhe tjerë. Ato, si pas kushteve kohore, janë vënuar. Ata sot vazhdojnë, duan të vazhdojnë në 2 segmente, rrugën e cila ecën drejt shkollës Boshko Strugar dhe rrugën qendrore, këto 2 ditë. Ne do të bëjmë çmos që to deri në 1 maj të jenë të asfaltuara. E dini se sezoni i ndërtimit është deri me 1 qershor dhe do të bëjmë sa i takon segmentit rrugës e cila është nga rrethotullimi për Këtërkollë dhe drejt Ujësjellësit, edhe aty tenderin e kemi të përfunduar dhe sigurisht aty është një mjete shumë të mëdha të dedikuara deri në 120.000 euro, por nuk janë për gjithë zonat, janë për sanimin e sezonit turistik. Dhe sipas disponimit të kompanisë do të bëhen asfaltimet. Në Maltezi është një problem i tillë që ka një mënyrë monopolit kompanitë të cilat asfaltojnë. Është përballuar edhe kryetari baraktari vitin e kaluar. Me këto probleme ne do të bëjmë çmos që të jetë kjo. Edhe një herë apeloj të qytetarët. Apeloj si posaçërisht e sekretarët e mi, sekretarët e tipit pushtet. Përgatitja e sezonit tani duhet të jenë prioritet. Prioritet jo vetëm si e rregullt, po si gjë e jashtëzakonshme se kemi për shumë shkaqe i kemi disa hapa të vonuara, të cilët nuk kemi përkushtu asaj pune sa e ka nevojën e taj. Edhe më përkujtoni pyetjen e tretë ishte. Unë edhe një herë duhet i falenderoj ekipit të zjarrfiksëve për këtë flakën e fundit, edhe një kompanisë private e cila me ekskavator e ka bërë shuarjen e atij zjarrit. Këtu tregohet dobësia apo gjithë sistemi ynë, sepse ajo deponi është në tokë private, domethënë asaj kompanisë e cila e ka privatizuar këtë objektin e ish primorjes, dhe dislokimi i gjithë atij material është hap i nevojshëm dhe do të shikom masat, por mos harroni në Maltezi është shumë vështirë gomat etj ku mi deponu. Ashtu që edhe në këtë segment ju falenderohem jo vetëm në iniciativë, por jemi duke punuar që ta zvoglojmë edhe atë rrezik, sepse aty nëse niset flaka, ajo me ditë nuk, ajo do të jetë një katastrofë e vogël për gjithë zonën. Në pikën e parë të rendit të ditës, që ishte pyetja dhe përgjigje nga ana e këshilltarëve komunal, edhe këshilltari Driton Salaj pyeti në lidhje me shkrimin në shenjat e komunikacionit pranë shkollës Bedri Elezaga, i cili është vetëm në gjuhën malazeze. Me që është çështje e përmendur edhe më parë, ai pyeti a është ndërmarrë ndonjë hap dhe cili në lidhje me këtë provokim. Pyetja ime është i drejtohet kryetarit edhe sekretariatit përkatëse, ndoshta edhe policisë komunale, nuk e di kuj, sa i përket shenjave të komunikacionit dhe shenjave për shkrim të vendodhjes pranë shkollës Bedri Elezaga në Antmalit, të cilat janë vetëm në gjuhën malazeze. Çka kena ndërmarrë si komunë që aty të respektohet ligji dhe ato shenja të jenë në dy gjuhësi. Mendojmë që është një provokim i hapur i qeverisë aktuale ndaj banorëve të Anës Malit. E dim se aty jeton 100% popullat shqiptare dhe aty nuk ka vend një shenjë komunikacionit vetëm në një gjuhë. Jo vetëm në Antmalit, por në krejt komunën Ulqinit, eksplicit në Antmalit. Kisha dash një sqarim çka ka ndërmarrë komuna, ne si parti kena reaguar tash 1 vjet, pse policia komunale nuk reagon për me hek ato shenja edhe me çu ligjin në vend.
Përderisa këshilltari Haxhi Sulejmani ngriti edhe një herë çështjen e riparimit të urës së Klleznës, ai gjithashtu pyeti në lidhje me sallën e kulturës në Katërkoll, e cila dikur ishte pronë e shtëpisë së kulturës së Ulqinit. Është në pyetje ura Klleznës. Atë një trashëgimi shumë vjeçare që nuk kemi përgjigje. Që kuvendi është i obliguar me Ministrisë për Kulturë me pyetje, ku kanë shku 40-45 euro, kam informatat mendoj të sakta, që ka fillu riparimi i saj dhe ka mbet ashtu që ishte dhe më keq. Janë prish struktura e lartë e urës është prish. Ajo me kalimin e kohës do të shembet. Kemi tjetër pyetje, do t'i përmendi vetëm disa, kemi sallën e kulturës apo sallën në Katërkoll. Ai ishte objekt i shtëpisë kulturës së Ulqinit. Si ka mundësi që të kaloj pronësia e Otran Komercit, që Otran Komercit se ka pas kur pronësia te. Po të njëjtën gjë, trashëgimia kulturore e Anës Malit, po dhe të Ulqinit themi së bashku, mos bëjnë ndarje, është biblioteka. Me disa qindra libra, me 10.000 libra, janë mrenda, dhe më thënë është mbyll dera, është pronësia e Otran Komercit. Unë nuk du të merrem me te, as me gjykatën e prokurorisë, unë të kërkoj informacion si ka mujt kaloj pronësia e Otran Komercit, që nuk ishte kur. Këshilltari Haxhi Sulejmani shfrytëzoi rastin edhe të falenderoj kryetarin e Ulqinit Gencin Imanbegun dhe deputetët shqiptar Ilir Çapuni dhe Mehmet Zenkën, që qëndruan të bashkuar dhe luftuan që të mos votohet marrëveshja me Emiratet e Bashkuara Arabe. Të falenderoj kryetarin e komunës edhe deputetin Ilir Çapuni dhe deputetin Mehmet Zenka që u gjenden në krye të detyrës. Vetëm ashtu të bashkuar mund të fitojmë diçka të madhe. Por një luftë e kemi fillu, por se kemi kry. Flas në mënyrë demokratike, normal. Unë mendoj që është plani A dhe plani B. Plani A është kry deri diku, kemi planin B, që nuk duhet dorëzohemi që Ulqini është në rrezik. Në fund të seancës, pas shqyrtimit të pikës së rendit të ditës, u votuan të gjitha.